Historia nuk humbet brenda një dite. Humbet kur askush nuk flet. Profesor, ju lutem mund të më ndihmoni për diçka? Patjetër. Faleminderit. Shini kam gjetur diçka. Më trego, çfarë ke aty? Më thanë se ju jeni i vetmi që mund ta dini ku ndodhet ky vend. Cili vend? Zverneci. Sa shumë kujtime. Dua ta gjej këtë vend. Ju e njihni? Kanë kaluar shumë vite që nuk e kam parë. Atëhere, me në fund ju e njihni. Ekziston ende? Më qenë më i vogël se ti, njerëzit vinin nga gjithë bota për ta parë. Ishte kaq i bukur? Jo. Ishte edhe më i bukur se kaq. Si ndodhi? Si u zhduk? Na thanë të mos qetësoheshim. Na thanë se gjithçka ishte nën kontroll. Na thanë se Zverneci do të mbrohej. Dhe ne i besuam. Ky ishte gabimi im më i madh. Ja besuam fatin e një thesari njerëzve që nuk e deshën kur si që donim ne. Për ta ishte vetëm tokë, vetëm letra, vetëm firma mbi një tavolinë. Por për ne ishte histori. Ishin kujtime. Ishin breza të tërë shqiptarësh. Dhe ndërsa ne prisnim që shteti të mbronte, shteti e shiti. Ndërsa ne prisnim që shteti ta ruante, shteti e dorëzoi. Ndërsa ne prisnim që shteti të luftonte për të, shteti negocioi çmimin. Ata nuk humbën asgjë. Ne humbëm gjithçka. Humbëm një vend që nuk mund të ndërtohet përsëri. Humbëm një pjesë të historisë sonë. Dhe gjëja më e dhimbshme është se nuk ishte e pashmangshme. Mund ta kishim dalur, mund ta kishim folur, mund ta kishim luftuar, por menduam se dikush tjetër do ta bënte për ne. Sot, kur shoh këto fotografi, nuk ndjej vetëm mall, ndjej zemërim. Sepse Zverneci nuk u mor nga forca, nuk u mor nga lufta, u humb nga indiferenca dhe nga ata që kishin detyrën ta mbronin, por zgjodhën ta shisnin. Dhe po, ne vim nga një ardhme që ende mund të shmanget. Një ardhme ku heshtëm dhe humbëm. Prandaj, mos prisni që dikush tjetër të mbroj atë që na përket. Flisni, veproni, mbrojeni, sepse Shqipëria nuk shuhet kur humbet një cop tokë. Shqipëria shuhet kur ne heshtim, ndërsa historia jon po na merret para syve.